njerëzit po postojnë vetëm për faktin që duhet të postojnë, që të jenë gjithkohës në krye të algoritmit dhe sa më shumë poston, besoj se bie edhe cilësia. Domethënë të postosh thjesht për hir të postimit, jo për të reklamuar ose për të nxjerrë një vlerë. Po. Tani, se kjo është pyetje shumë me vend, që thash, mund të postosh 3 herë në ditë ose 5 herë në ditë, nuk ka asnjë problem. Mund të postosh një herë në muaj, prapë s'ka asnjë problem. Cila është diferenca? Në eksperiencën time personale, prioritet ka cilësia. Unë preferoj më mirë të bëj 2 postime cilësore në javë, sa 7 postime mediokre ose që mua më bëjnë anti-reklam. Mua ato më prishin punë. Ndoshta është ndërtuar ky perceptimi i gabuar që sa më shumë postosh, aq më shumë vëmendje do të marrësh. Dhe ndoshta kjo mund të jetë e vërtet për videot në TikTok që postojnë ordinar lloqe. Aty po. Postoj ordinar lloqe sa më shumë, sepse probabiliteti që të bësh viral është i lartë. Por unë nuk po flas për të gjë, kjo është tjetër çështje. Unë po flas për marketing, për një institucion, për një biznes, për një brand që do të ndërtojë një identitet. Tani, këtu prioriteti është cilësia. Në raste të tilla, në këtë kontekst, më mirë të bëj 2-3 postime shumë cilësore, shumë goditura, sesa të argjoj kohë me të bëj 2-3 postime në ditë dhe që janë as pak cilësore, sepse po investon kohë dhe energji për të bërë anti-reklam vetes.